Unë e kam discovered festivalin, sepse nuk kam ditë se ekziston, edhe jemi mundu me apliku për më konë këtu sonte. Edhe këtë vetë u rikthye Prishtina International Theatre Festival Burbuqe Berisha, festival ky që qëllim ka të prezantojë projekte teatrore me cilësi të lartë nga gjithë bota dhe të mundsojë bashkëpunimin e ardhshëm në shkëmbimin e projekteve. Shfaqja nga Franca On the Heart of the Rose me regji të Patrick Alwin bëri hapin e edicionit të 9 të këtij festivali në Teatrin Faruk Begolli në AAB. Kjo histori e fuqishme dashurie mes një çifti që përballet në vështirësi gjatë luftës së dytë botërore, synon të hedhë dritë mbi një grua të mbetur në hije. We had great chance to work with an Italian woman who helped us because the director is really great, but she came especially to create the chemistry, and she knows very well Aphrodite, so she was in great confidence. I was more new, but well, I took the train going fast, and we worked a long time to create the couple or the love or all that. So perhaps it's the secret. We worked on it, really. Kemi punuar shumë me with the body, adin, edhe me kriju diçka sinqert, autentike. Sepse nëse na jemi sinqert, edhe publiku kam mi besu, kam u hi në dramë. Aktorët kryesorë të shfaqjes, Emanuel Lemir dhe aktorja me përjardhje shqiptare e rritur në Francë, Aphrodite dhe Lorraine, ndan përshtypjet e tyre të fuqishme mbi pjesëmarrjen në festival. Jam e lindur edhe rritur në Francë, por prindrit janë nga Banja e Pejes. Janë në Francë që 50 vjet. Domethënë jam e lidhur me gjak, me krejt. Domethënë shumë emocion, po edhe më keni përkrah me prezencën e juaj. I just had the idea that the actors were, I don't know why I think that, but like east of Europe, I think they're great. We know that. So I was like, I was not shy, but I mean, I was impressed to come here because I'm sure that people has been used to great actors. I don't say in France we're not good, but I mean, we are famous for thinking a lot. Drejtoresha artistike Doruntina Alshiqi theksoi rëndësinë e organizimit dhe përkushtimin pas skenës, duke vënë pa punën e palodhur të ekipit dhe mbështetjen e komunitetit artistik. Shfaqja cilën e pam sot On the Heart of the Rose nga Franca u mirëprit mjaft mirë nga publiku kosovar, kështu që po shpresojmë që me energji të njëjtë me vazhdu edhe ne të mbehen. Juria kryesore si vjet përbën nga Enver Petrovci, nga Amra Mehic, si dhe nga Gjergj Prevazi, juria medias përbën nga Teuta Arifaj, Lumira Kelmendi, e po ashtu edhe Muhamet Jashanisa nga Katror Media, po ashtu juria studentëve përbën nga studentët e Kolegjit AB dhe të Universitetit UPS. Do të kemi edhe aktivitete ditore që do të mbahen, do të kemi masterclassa, do të kemi edhe net poetike që do të mbahen nga poetë të ndryshëm, e po ashtu edhe ekspozita të cilat i kanë bërë studentët e Kolegjit AB nga Fakulteti i Arteve. Me të dalë nga salla, publiku shprehu admirimin e tyre për cilësinë artistike dhe emocionin që përcolli shfaqja. Mbrëmje shkëlqyeshme, sidomos më bëri përshtypje artistja, qenë se ishte po më duket shqiptare. Ishte një performansë soja po më duket spari herë në Kosovë edhe na emocionoi tip. Shfaqja ishte shumë e bukur. Frëngjishtën kuptohet që dikush edhe nuk e din, por megjithatë ishte përgatitje shumë e mirë, titrat ishin aty, shfaqja kuptohej, edhe mos të kishte fare për kthim, aktrimi ishte i mrekullueshëm dhe tamam linte përshtypje të një përjetimi të një çifti të cilët kanë kaluar në rrethana shumë të vështira të luftës. Fjala ishte për luftën e dytë botërore, për artin, për luftën, për jetrat e njerëzve. Dhe zot ishte një shfaqje që kishte porosinë e vet dhe ishte shumë e bukur. Kështu që përgëzojmë edhe aktorët, aq më tepër që aktoria ishte me origjinë shqiptare dhe si duket ishte edhe ajo shumë emocionuar që ishte këtu.
kështu që i dha një sharm të jashtëzakonshëm gjithë mbrëmjes, gjithë hapjes. Nata e dytë vazhdon me shfaqjen petrikora The Story of Bridge of Arta nga Greqia, duke vijuar më vonë me God Bless America nga Kosova, Family on a Train nga Izraeli, Purple nga Bosnia dhe Hercegovina dhe shfaqja The Line nga Kosova. Të shtunë ndërkaq me 24 maj mbahet ceremonia e ndarjes së çmimeve.